të theksohet këtu se Vlora ka qenë qyteti i parë që ka patur semafor në Shqipëri, qysh në vitin 1995, por duke qenë se ato pas nuk u mirëmbajtën, edhe nga viti mbrapsht 97 u shkatruan për të rikthyer sërish. Gjithashtu, po i kushtohet një rëndësi e veçantë edhe shërbimit të pastrimit në anë të ndërgjegjësimit të qytetarëve me disa aksione të ndërmarra nga institucionet, por këto janë të, mund të themi, jo shumë efikase nëse nuk do të kemi ndërgjegjësim të qytetarëve. Zonat turistike, kryesisht pylli i Sodës, ndotet nga qytetar apo edhe nga biznese. Janë vendosur disa gjoba në këtë drejtim. Pashtu, mendohet që të ketë probleme, Anisa mund ta sqaroj edhe më mirë këtë gjë në lidhje me fuqinë punëtore që vjen. Do flas, po, patjetër, do flas me Anisën për fuqinë punëtore.